Teatri Migjeni në Shkodër mirëpriti promovimin e romanit më të ri të shkrimtarit dhe publicistit Ben Blushi Jam Musliman. Romani rrëfen historinë e një shkrimtari që kalon nga ateizmi drejt besimit musliman, duke trajtuar përmes një narrative ironike dhe filozofike raportin mes fesë, shtetit laik dhe zhvillimeve të shoqërisë shqiptare. Libri Jam Musliman tregon historinë e një shkrimtari që ishte ateist, edhe për shkak të disa rrethanave familjare dhe të lagjes që jetonte mes Tiranës, u konvertua, pra u bë musliman. Po kjo nuk është historia ime, unë jam ateist, po nuk se kam plan për momentin të bëhem as musliman as krishterës. Kështu që nuk jam unë aty, është një libër, një fiction, pra një fantazi, një libër që merr përsipër të tregoj raportin e njeriut me fen, i cili është raport sa i vjetër dhe i ri, në kuptimin që shqiptarët kanë pas raport ndërlikuar me fen. Dikur e kanë kthyer, pastaj e kanë ndryshuar, pastaj e kanë mohuar, me forcë sigurisht, vitet e komunizmit. Tani e kanë rimarrë, si thosh, edhe po lidhen gjithmonë më shumë me fen. Edhe me që feja dhe raporti i njeriut me fen është një temë më madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë njerëzimin. Besoj që ky libër ka arsye të thotë diçka njerëzve, pra është një arsye për të lexuar. Gjatë promovimit Ben Blushi u ndal tek mesazhet që përcjell romani, duke theksuar se vepra ngre pyetje mbi lirinë e individit, rolin e shtetit laik dhe ndikimin e radikalizmit në shoqëri. Unë marr non-stop fyrje dhe edhe sulme në rrjetet e mia sociale, por nuk më shqetësojnë. Në fund ky libër është një lloj testi, një lloj sensori për tolerancën e shoqërisë. Për fat mirë, Shqipëria është një vend liberal sipas meje. Po kjo nuk do të thotë që nuk ka ishuj të shoqërisë që nuk janë shumë radikal. Radikal në kuptimin që duan të mohojnë liritë e tjerëve, përfshirë të shkrimtarëve, të artistëve apo të njerëzve të lirë, apo radikal në kuptimin që të cënojnë me kërkesat e tyre të herpaseshme, kërcënojnë shtetin ton laik. Pra kjo është gjëja më e rrezikshme dhe ky libër merret posaçërisht me këtë. Ky është një libër që tregon se deri diku mund të shkojë radikalizmi fetar. Jam Musliman i shtohet veprave më të njohura të Ben Blushit, mes të cilave janë Të jetosh në ishull, Otello, Arapi i Vlorës, Kandidati dhe Komploti, duke pasuruar më tej krijimtarinë e autorit.